Është ndërhyrë disa herë në këtë zonë për pastrimin e saj, por sërish mbeturinat urbane deri tek ato inerte janë rikthyer duke ndotur ambientin përreth. Bëhet fjalë në zonën që ndan fshatrat Grill dhe Bori Çimall në bashkinë e Malësisë së Madhe, duke qenë një vijë ndarëse mes dy bashkive, asaj të Shkodrës dhe të Malësisë së Madhe. Iniciativat nga titullarët e bashkive nuk kanë qenë të shpeshta. Shkaktarët janë ato njerëz që vinë këtu natën, na hedhin mbeturinat, na bllokojnë rrugën, edhe nuk e dim se si mund na me zgjidh këtë problem. Qa mund të bëhet këto, si mund t'i vetë në e gja për me ditë se kush vjen e kush i hedhë metorinat tu. Na do na me jetu, këtu kalojmë me familje, kena shtëpia tona, kena venet tona. Nuk e di se si me shpjegu gjanë. I keni pasur i herë, bëhen prapë për 2-3 muaj, qa mund të bëhet me këtë problem të fshatit tu. Si këtu, si ma poshtë e ura tjetër, ku është e ura Buriqit poshtë, kur him për Buriq Mall. Kjo pamje këtu është diçka e pa me. Kjo është shumë shqetësuese, në thonë drejten, po se këtu kaloj thuj për ditë, jam banor këtu, më japin aromë të keqe, sidomos tash gjatë verës. Dhe jo për mua, po edhe për tjerë, për shembull se këtu kalojnë turista, kalojnë gjithë çfarë ashtu. Këtu i hidhin, janë pasur komplet s'ka pas asnjë këtu. Masa ne i kanë hidhur, e kanë mush prapë këtë vend. Problemi i menaxhimit të mbetjeve vijon të jetë një sfidë për institucionet.